Ars Poetica, Alfred Ziu. Për shenja, në Krishtin je Zeus, Zoti pajtoi botën me veten e tij. Me poezin, Zoti pajtoi njeriu në dritën e tij. Për shenja, nuk është fillimi, sikurse nuk është as fundi. Është përmbushur vetë koha e mjaftueshme që Zoti ka vendosur të krijojë një harmoni të re me dritën dhe tingujt e poezisë. Dheu im me një identitet të harruar, e vërteta e tij është mbet poezia në gjuhën e luftës dhe shpirtit. Vetë poeti për të mos u kryqëzuar. Në një vend ku 2000 vjet luftojnë për të pushtuar luftën, ku luftën e shpikin një lloj sikur bajnë bukën, edhe korbat thinjen prej tmerrit. Atje u lind poezia. Ndër flatra ere ka fituar poezia, shpëtuar ka nga gush e gjarprit. Atje, kohës, një kohë që nuk ishte kohë, era, gjethi, zanat e erës, nuk di, në pllaka shpirti, në syrin e gjithçkas, gdhendën dallimin, çka është dashni. Atje, dritës çliruar është poezia, klithja e madhe. Ylberi në sytë se kujt, gjithçkaja për të bashkuar me ish, poezia. Drita në trashëgimin e qenjes është pranua dashnia. E friga në anën tjetër është zinxhiri që lidh njerëzit pas errësirës së tyre. Për ka dashnia, njeriu është në vullnetin e tij, me njoh dritën që ka për brenda vetes. Njeriu është vetë dritë, për çka arrin të njoh skllavërinë e tij. Të punosh heshtjes, heshtja nuk bëhet shkak. Të presësh në heshtje ka emrin grua. Një lloj, drita është thirrur të ndriçoj botën e shpirtit vet. Të zbres në botën e nëndheshme vete të fuqive të njeriut. Njeriu është pranua i
baras një me dritën universale. Di baras dia që bahet dritë. Për gjithë qa koha arrin të pranohet si kohë në logjikën e kohës, asesi s'mujt me qenë drita e njeriu. E para ishte fjala, deri te algoritmi simbolik i shqiptarit të parë përcjell fjalën tek simboli, çka është në mëmësinë e gjuhës. Në përtej kohë dëshmojnë fatin e thënë të dritës, çka në fillim fjala ishte tingull drite. Roli i gjuhës është kanali atje. Përtej të tjerave, drita ofron përmbysjen e logosit dhe të logjikës. Regjistrime të dritës. Egoja e dritës në çka transmetohet si rreze, vetë energjia Hermes, Hertz, 3 herë i përlindur, është poezia. Pranuar në gjurmë shpirti. Kur ma parë njohur ish përgjigja e dritës prej njerëzish. Në misteret e njohjes, shpirtit arrin me lexua në shqip i ligjin vetvetit. Farë arrin të rizgjohet si tingull drite është poezi. Nga 0 te 1 dhe nga 1 te 0, 10 herë poezia ndriçohet si vetë. Nga errësira në dritë, nga drita në errësirë. Aty ku mungon dashnia, lind poezia. Në pranin e fatit, poezia çliruar është në dritën e saj. Poezia vetvete u pranua vetëm në shqip. Prandaj është thirrur të zbres i qasshëm nga barku i çdo kohshëm poezia. Thjesht të lind i yll i vockël një me dashnin. Në shpirtin e njeriut tretur drite i yllit, tingull drite jeton përtej kohës. Rimishërim i dritës së shpirtit, udhëhequr nga drita, është poezia. Agjerim i gjatë i poezisë u ba bindja në heshtjen e Zotit. Poezia si dhurat e tij mujt me ungjiz si far e dritës. Për çka ishte thirrur fjala, nisi të mbretëroj pushteti, duke përdorur logosin e zjarr i madh ndryshoi drejtimin e tij. Poezia në tingull drite u pranua
ka përcimi nga logosi te pika, fryma tek fryma. Si një prezencë mungese, pika, shërbesa e zeros, mbeti unifikim i diçkas që nuk ka fillim, as fund. Ish shkruar se pika zero është parimi i barazisë së pa diferencuar, një simbol i shpirtit me atribute magjike, simbol i përjetësisë qiellore, vetë për sosmëria. Mbetet gjithherë një prani e shenjtë ku përqëndrohen energji, sikurse çdo gjë rrjedh dhe çdo gjë kthehet. Sikurse kemi gjithmonë një pikë zero të lexuar te poezia, e pallogaritshme kjo në lakoren parabolike të poezisë, nga ku nis drita e agimit mistik, drita e magjisë së poezisë. Gjithsesi, e gjallënisë, vetë pulsi i jetës, një shenjë e shenjtë. Poezia është çasti i vetëm nga ku njeriu mund me njohë Zotin. Edhe pika është poezi. Pika e pikës së vërtetës. Shenja e shenjtë e mallëmimit. Gjithçka e derdhur në një pikë, drita e vetme që kërkoj, brendësia e thellësisë së gjithësisë. Aty një pikë mbërritje që lëviz gjithmonë përpara nesh, e vendosur tashmë në fronin e dijeve superiore, çka do të thotë mençuri dhe dije për te njeriut, për tek e fundmja është pika, sepse e pafundmja shtrihet për te dijes së njeriut. Pika e takimit që do të ekzistojë në të ardhmen fshihet te poezia. Në këtë pikë takim nuk ka asgjë të poshtme, asgjë të sipërme, vetëm poezia e përfunduar si gjithësi. Në fillimet e dijes përtej, shkëndija e vetes u ndez si flak e njeriut. Zanët, trikënde i lidhur këndesh, për kundin zanët, humnerave të shkaksis lindi mendimi, ish pranua poezia e lindja e ligjit, për çka e vërteta gjithmonë e ma shumë bahet dritë e dhimbjes. Trekëndëshi është forma tek e pa forma,
brenda Trekançit është rresi pik, rruga e vetme për nga lëviz poezia, pa fillim dhe pa fund. Form e rresit një me gjithësinë, aty glabëruesit përmes këndeve të qerrin shpirtin. Tre kënde i lidhur këndesh, zanat për kundin, në të majt e në të djathtë, pikëmbërritje horizontesh, yll, secili qeveris në shenjën e tij, në këndin e tij, në pushtetin e tij, në djallin e tij. Pranuar tingull drite në çdo shenjë, prani e vullnetit të vullnetshëm, si vete poezi, çka është di për vete, drita që bahet dije shqip, dia ligji i vetëm i vetes, vetë fuqia brenda jush, ku secili poezin e ti ndjek si yjet në qiell. Pranuar ish poezia në kohën e saj, lakore drejt së lartës. Jashtë poezisë lind gjithçka që kuptojmë si kohë. Aty lindja e njeriut, aty pikësynim i dritës si pikëmbërritje, aty asgja e re në gjithçka të harruar, aty një shteg i qelur gjithherë, dhe ai që nje ç'është një diell në udhë poezia, drejt burimit të fundëm që faqet qëllimi. Edhe në materjen e formësuar pulson zemra e dritës. Tingull drite vetë për te i gërma, qëfar tingëllon heshtjes, këndon qëfar udhëheq. Edhe përjetësia është poezi në lëvizin e saj, edhe kozmosi është poezi në rregullin e rregullit që lëviz në harmonin e hapësinës. Edhe poezia është prani, lëvizje për të takuar të ngjashmin e saj, poezin. E kur poezia është e lirë dhe lëviz në tingull drite, është vetë rreziku i saj i madh. Gjithçka të fitosh në dritën tënde, caku yt i fundëm është drita, shteg i hapur në rrugën tënde. Në djepin e zanave përkundur është në ninullat e rritjes. Përtej një tingull drite, një vetë dije që liz endet. Ndoshta është që liz poezia? Dhe që mbushësi e shpirtit me dritë, gjithçka të jep arsyen për me ekzistua. Tingulli është fjoll, një fill i përjetshëm, pjesës e magjisë hyjnore. Është burimi i krijuesit të plot fuqishëm tek njerëzit primitiv. Që nga tingulli për te i germa është dëshmua poezia, një lloj
si Akili, dënuar nga madhështia e tij, poezia është dënuar nga magjia e saj. Numri. Për mistikët, numri i shenjtë 3 është i barabartë me 0, pra me gjithësinë si 1 e tërë. Vetë klithma e madhe, pra 2 baras minus 1. Për gjithçka dëshmohet si formë negative, 1 baras me 1, 1 baras me 1 në shqip. I në formën simbolike është burri. I çka është e burrit ku gjithçka mbetet vetë shembulli, dhe drita që përçon gjithësinë, Zotin e plotfuqishëm. Atë ati baras me atin, vetë vete. Është ati që në dritën, në poezinë e tij tingull drite, vetëm Zoti krijoi inë e tij, duke ndryshuar nga jashtë atë të paformën nëpërmjet marrëdhënies me dritën, duke vendosur një tonalitet hynor. Pra, I e tij baras si bir dhe jo si ti e njeriu, çka përfaqëson mungesë në të vërtetat e dritës. Në këtë dimension, vetëm poezia, si prani superiore në fatin e thënë, gjithçka njohim e transmeton atë në tingull drite. Ka është forcë jetësore, se kush ka simbolin, dritën e tij, ka të vërtetën e tij, ka lirinë e tij. Me lexua në dritë hyjnore, përjetësia është dëshmua si poezi. Ishin pellazgët që zhvendosën shpirtin mana te ajo e mendjes, kështu lindi dhe gjuha e besimit. Njëherësh atje një kohë që nuk është kohë, aty një pikë mbërritje që lëviz gjithmonë përpara nesh, përtej një pyetje që buron nga errësirë e qenies. I kemi thënë të gjitha. Në tokë, ekuilibri mbeti në skaje ylberi, është poezi. E gjithçka duhet besua në tokë, ekuilibri në dritën e sekujt, liria duhet fituar. Ti në formë një je me tokën, është shkrua. Burimi i shpirtit është nxjerr nga zemra e tokës. Nuk di, gjithçka duhet dritësuar. Pi nga mençuria në gjuhën e njerëzve, të lexosh për te i të lexuarit, të fitosh si njohje dritën. Kur ëndra shërbeu si kompromis poetik, nuk mujt me qenë kompromis i përjetshëm i poetëve. Nëse u lind një dritës e voskël në errësirë, gjithmonë në qendër të botës është mbet një shpirt i zgjidhur nga bota, poezia. Femër. Femër është shpërbërja dhe natyra e mitit. Aty vetë Zeusi
u femërzua në dredhit e tij për të rrëmbyer të gjitha dashuritë. Aty vetë Zoti farzoi amësin grua. Aty vetë drita në fronin e saj i kushtohet perëndesës grua, Selenës nën. Aty poezia si besimi lypset të na mbroj. Të duket se aty dredhit mitologjike, zgjuarësia e Odiseut, vetë kali i Trojës kishin për qëllim të mposhnin kultin e Helenës, si reminiscencë e zërit të orakullit në veshin e Odiseut, që kur ai zbuloi Akilin e veshur si vajzë për të mos shkuar në luftën e Trojës. Ngjan e vërtet kur thonë se njeriu krijoi perëndit për të mos i besuar femrës. Çfarë tharmazohet në sytë e shpirtit femëror, e pranishme bahet vallja e fati njerëzor. Çfarë zanafillon femër, bukuria është poezi. Heshtja e librit është heshtja e gjuhës, sikur është gjuha ajo që në një farë mënyre luan rolin e njeriu. Vargu i parë. Nëpërmjet gjuhës mbërrin tek fjala. Është gjuha që në vetvete ka qëllim fjalën. Ndaj, fjala tregon mbi natyrën e çdo gjëje që ka tek ne vjen nisur nga gjuha, prandaj dhe mujt me shkrua. Lijani fjalës besimin në lirinë e saj. E pra, është fjala njësi hapsin e gjuhës. Është fjala vetë prani, fjala vetë mundësia ku akordojmë gjuhën si përplotni. E veç aty gjuha, vetë gjuha e shenjtërisë frymon në zanafill. Vargu i dytë. Njëkohëshëm fjala krijon një raport caktuar me gjuhën, duke zënë një vend në hapësinën e saj, për çka i ban njerëzit të përshkojnë gjithçka që mbetet te fjala dhe gjuha. Është kjo një mundësi e mundshme për të zhvendosur drejt hapësinash pafund në atë mënyrë ku njeriu arrin të përjetoj me anë të përvojës së tij. Kështu dhe komunikojnë të vdekshmit. Gjuha nuk është diçka që përballet me njeriu si objekt i jashtëm, sikurse nuk mund të përballemi me situatën e njeriut të ndryshëm nga njeriu, sepse raporti i njeriut me fjalën dhe nëpërmjet fjalës me gjuhën është vetë njeriu i menduar dhe i thënë si lexues. Kështu, njeriu nuk mund të jetë i dyfishtë. E kur themi njeriu si i tillë, për së pari jo si i vdekshëm, është vetë lexuesi. Me u ngacmua ndër veti. Njësia ma e thjeshtë, ma e ndërlikueme e gjuhës
është fjala, sepse tanësisht fjala veçohet për së pari si gjatë e lloji të gjuhës. Për me dallua se fjala nuk i jep formë hapësinës së gjuhës, për gjithë aq sa prania e fjalës përfton, si të thuash ndërton, çka bëhet dëshmi e qenies së gjuhës si hapësinë dhe origjinës si hapësinë e gjuhës. Fjala e ndodhun lyp me hap vend, nuk di veç me e trajtua gjuhën si hapësinë. Aty unë shoh veç tinguj e dritë. Me u sigurua veç ndër veti, kësaj fjala nuk mund veç se me u trajtua si prani e fillit të dritës së Zotit. Dhe kur u pranua se e para ishte fjala, aty fjala filloi të funksionoj si mundësia e të bamit e lexuar. Dhe gjithçka për me qenë disi ma i sigurt, ende e fshehun në elementet tektonik të gjuhës. Çka do të thotë se asgjaja nuk sillet e përfundueme tek mundësia e të lexuarit. E pra, te gjanat e palexueme është vetë poezia. E tërvetme, ti më mbive në shpirt si një shyth i egër, birin, e unë të desha si bishën e qartur që kafshon çdo ditë. Dhe trupi dhe duart e vogla mu bën brigje tingujsh si cërima zoq. Dhe unë një qiell të pastër krijova, një botë të tërë pemësh, prehje për buzëqeshjen tënde. Pastaj premtova unë diku në një sop të virgjër të shkruaja librin tënd të përradhave. Premtova çfarë është e dritës, u lind shpirti frymë tragjike, njësoj për fatin e tij, gjëgjës, ase gjithçka hipokrizi, keq kuptim, sikurse liria nuk është koncept, por origjinë. Është jeti birim, burri në sytë e mi larg meje. Është një pikës loti që nis të marrë formë, vetë bota që në vështrimin e zogjve fluturon, është poezia, ajo ekziston. Një miku im më thot, poezia ndodh aty në dritën e fjalës, ndërkohë fjala, ajo është. E kështu ti urrite birin. Oh, sa shpejt u bëre burr, për të mbetur nga herë foshnja që nuk këndoi kur një përradhë. E unë një grumbull eshtrash në një cep të detit, aty ku prehen
balena.